Kretë këto i shërbejnë Kurtit. Dhe unë heq nuk e përjashtoj, që Kurti, në ditët që kanë bet, e tërhek Glaukun, dhe e fut në garë edhe një kandidat pamvarën, që është jo partijak. Në fakt, unë kam informacione që ta për këtë, por... Unë nësë kam informacione, por analistë. Cila është esenca, edhe nëse e bën? Që po të tregoj. Partit opozitar, ju kam thonë, mos hini në garen, publikisht, mos hini në garen e propozimeve, mos tuni Albini pidon visht partisë se e në ranë, mos tuni Albini pidon 3 pozitat se e në ranë, mos tuni Albini s'po don qeverisje se ju bën ofertë. Nëse, letë pojmë hipotike këtu që Albin Kurti e qetë një kandidat tillë. Cili është argumenti tash mësë me votu? Se argumenti PSD-s që ndran. Sa PSD ka unë prej fillimit nuk bën mu votu as një president sepse e forcon pozitën e Kurtit. Këta kanë thonë s'bën vish partijak. E heki Albini partijakun. Tash ti prej natis për dana? Jo, ideja është të një president i cili ka edhe legjitimitet politik dhe nuk është në funksion të Kurtit 24 orë. Kush është ai? Kush e ka caktu këto? Këta kanë thonë veç në vynë kandidat i cili nuk është partijak. Asë një emën se kanë thonë, im konë mësë me propozu ju, pedeni. Im konë mësë me marë fare pjesë në proces. I bie me shku zgjedhje direkt dhe sërish me shku me fajnë e zgjedhjeve për shkak të opozitës. Le ta shohim pra këta, ku shkojmë qështu që ja kanë bo këta, e të ta shohim rezultatin që kanë mi marë.